Zoti Zhdima, si I keni lexuar zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të 11 majit, ku Edi Rama ka fituar 83 mandate, ku shumë pak kush po themi e mendonte ose dhe vetë ai ndoshta mund të ketë qenë I befasuar nga ky rezultat. Zgjedhjet parlamentare 2025 treguan qartë që qytetarët shqiptar nuk morën pjesë në zgjedhje, mori pjesë një pjesë e tyre që janë 42%, në vend të merrshin pjesë mbi 50% të qytetarëve që të jepnin mesazh të qartë ndaj politikës së vjetër, ndëshkimi ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndëshkimi për paaftësinë e tyre disa vjeçare për të pjekur politikisht, ndëshkimi për ata që nuk kanë bërë politika sociale, ndëshkimi për ata që ende shëndetësia nuk është aty ku duhet në nivelin e duhur, ndëshkimi për ata që arsimi nuk ka kualifikimin e duhur dhe kemi probleme të mëdha për brezin ton I cili rritet me dhunë dhe përveç kësaj rritet me një lloj arrogance e paimagjinueshme në 2025-ën. Këto të gjitha do të ishin një vota ndëshkuese ndaj pushtetit aktual, por edhe nga pushteti I ardhshëm që do të ishte pas 9 shtatorit, por duke qenë se qytetarët shqiptar, një pjesë e tyre, menduan që duhet të vazhdojë qeverisja ose keq qeverisja, 828.000 shqiptar të cilët votuan Partinë Socialiste, nuk besoj se janë 800.000, po janë më pak, por ne do të mbetemi me statistikat, do të mbetemi me shifrat dhe do t'i referohemi kësaj shifre. Por ajo që unë kuptoj është që edhe Partia Socialiste nuk e kishte në planin e vet që të kishte 83 mandate, por të marrësh 83 mandate plus një mandat 84 ti ke të drejtë të bësh ndryshime organike, ke të drejtë të shfrytëzosh ndryshimet e kodit zgjedhor, kodit penal, ligjeve të tjera që kërkojnë 84 vota dhe ty nuk të duhet më opozita, po thjesht të duhet një deputet I cili mund të merret në çdo moment nga një grup nga një parti tjetër parlamentare. Prandaj ajo që unë them është që qytetarët shqiptar në këto zgjedhje mendoj se nuk ndëshkuan ashtu siç duhet të dyja partitë kryesore në vend. Pse them këtë? Se pikërisht Partia Socialiste dhe Partia Demokratike janë ato që bënin kodin zgjedhor dhe pikërisht këto dy partitë politike u aprovua përsëri të jenë pjesë e qeverisjes së vendit, të jenë pjesë e opozitës së vendit dhe normalisht bashkarisht mund edhe të ndryshojnë kushtetutën sepse kërkohet 94 vota. Por duke qenë përsëri në zgjedhjet, unë kuptova që këto zgjedhjet ishin krejtësisht të manipulueshme në aspektin e votimeve. Dua të thjesht të vendos në një diskutim që nuk bëhet, po duhet ta bëjmë. Diskutimi është që identifikimi elektronik nuk ishte biometrik, çka nënkupton që ju mund të merrni një kartë, të votoni në emër të një personi tjetër, të manipuloni komisionin e votimit që ndodhet në qendrën e votimit dhe ai person të votojë me 10 karta, por identifikimi elektronik nuk e ndalon personin që të kryejë këtë votim, thjesht e ndihmon atë që ta vazhdojë votimin dhe manipulimin. Gjithashtu, një shqetësim tjetër ishte dhe vota e diasporës. Kur unë këtu në Shqipëri në rast se do të publikoja votën time, do të ndëshkoja penalisht sepse bëj diçka të dënueshme penalisht. Ai I cili merr fletën e votimit jashtë shtetit, shkon me familjen apo me njerëz të vet publikisht dhe ka të drejtën e tij që të bëjë një vepër penale, po nuk ndëshkohet sepse është përtej kufive të Shqipërisë. Çfarë do të thotë ndëshkimi ose penalizimi ose disiplina e tij? Do thotë që ai kishte të drejtë të merrte fletën e votimit dhe të konsultonte dhe të kishte mundësi të fliste me njerëz të tjerë. Pra, procesi I dhomës së fshetë u manipulua, thjesht kishim një dhomë transparente kur gjithë secili mund të kishte mundësi të ndikonte tek ata edhe me pagesë për të paguar, për të votuar subjektin që paguhet për rastin konkret të një subjektit garues. Prandaj këto zgjedhje për mendimin tim janë
një goditje për të dyja forcat kryesore, edhe për Partinë Demokratike, por sidomos për Partinë Socialiste, se 83 mandate mund t'i marrësh edhe me ndërshmëri, mund t'i marrësh edhe me dhunë, mund t'i marrësh edhe me manipulime, por atë që nuk mund të komandosh dhe të kontrollosh dot është një krizë aksidentale financiare, është një krizë e politike që mund të lindë. Pra duhet ti vetë si subjekt të mbarësh përsipër kostot dhe ato kostot duhet t'i bash ti, sepse je pikërisht ai që pranove vullnetin e qytetarëve që të sollën parti të parë me një shumicë dormues, do thoja. Një shumicë e cila ti mund të bësh gjithçka, që do të thotë përgjegjësia më nuk mbetet individuale, është kolektive, pra është tek Partia Socialiste, por përgjegjësia politike është individuale te zoti Rama. Nga ana tjetër, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha vijon të kontestojë zgjedhjet duke cilësuar ato të manipuluara. Ju si mendoni, a mund të vijojë Berisha me këtë lloj retorike politike duke u kapur pas zgjedhjeve që janë manipuluar, apo në këtë rast ai ka të drejtë dhe do duhet vërtet një hetim për një krim zgjedhor të mundshëm? Ai ka të drejtë të kontestojë, ai ka të drejtë të shprehet, ai ka të drejtë të revoltohet, ai ka të drejtë të reagojë ndaj çdo padrejtësie, por të drejtat e tij kanë edhe kufizime, por edhe disa limite. Së pari duhet të dimë që zoti Berisha mbajti Partinë Demokratike në një luftë të ashpër që u bë nga Yuri Kim, që era e parë kemi parë që si një ambasador shkon edhe futet në dyert e një partie dhe i thotë qytetarëve shqiptar, por edhe antarëve të një partie politike që do hani bar. Insistimi i amerikanëve, pra të Yuri Kim, për të bërë një goditje të tillë ndihmoi zotin Rama për të marrë mandatin e 4, pavarësisht se ajo nuk ishte në Shqipëri. Pse? Se duke dërguar Partinë Demokratike në gjykatë, që në vendet perëndimore të dëgjosh që një parti zgjidh hallet e veta në dyert të gjykatës dhe jo në konsultim ose debat apo fërkime politike brenda partisë, kjo është si pasojë e një goditje të rëndë që u pati Partia Demokratike. Zoti Berisha i luftoi, fitoi, të jemi realist, dhe vulën dhe partinë dhe u konfirmua kryetari i Partisë Demokratike dhe zgjodhi në mënyrë të gabuar për mendimin tim të jetë kandidat për kryeministër dhe jo të vendoste një person tjetër të kandidonte dhe në rast do të humbiste zgjedhjet normalisht do të ishte një person i ri i cili normalisht do të kishte edhe një shans të së ardhmes që të provonte në rast se do të ishte një kryetar partie, pra të Partisë Demokratike. Por zoti Berisha nuk zgjodhi këtë gjë, zoti Berisha zgjodhi të kandidojë vetë. Pavarësisht kontestimeve që ai ka, për mendimin tim, ai duhet të japi dorëheqjen, sepse dorëheqja është diçka e ndershme, pra pranon përgjegjësinë politike, por konteston skandalet dhe manipulimet që janë bërë në zgjedhje. Ashtu duhet të bëjë dhe partia në shtator që të kontestojë këto zgjedhje dhe në parlament të shprehet për vjedhjet e këtyre zgjedhjeve, sepse janë pikërisht vjedhje. Është i paimagjinueshme që të procedojmë policia e shtetit pse kërkove votën e një qytetari tjetër, një subjekt garues, një kandidat kërkoi votën e një qytetari dhe policia menjëherë procedoi penalisht. Ky është fakt konkret që policia është shndërruar si një forcë dhe si një ndihmë të partisë në pushtet dhe shteti dhe pushteti janë një sot sepse kemi rezultatin e zgjedhjeve të 2025-s. Zoti Berisha duhet të bëjë atë që duhet të bënte më përpara, të japi një dorëheqje, po kjo dorëheqje që ai duhet të japi duhet të sjell një garanci. Garancia është vetme që jep zoti Berisha dhe nuk mund ta japi dikush tjetër brenda Partisë Demokratike dhe ajo është pikërisht garantimi për të bërë zgjedhje të lira edhe të ndershme brenda Partisë Demokratike dhe mos të dëgjojmë raste si raste më parshme që ishin me mbushje kutive dhe jo ashtu siç duhet të jenë me votën e lirë të demokratëve. Prandaj unë për mendimin tim them tek ju, por jo vetëm, që qytetarët shqiptar duhet të kuptojnë dhe demokratët duhet të kuptojnë që leadershipi është i rëndësishëm për të bërë historinë në parti.
por zgjedhjet kontestohen, ndryshimi, rotacion brenda partisë duhet të ketë, por ajo që duhet patjetër të jetë detyruese për Partinë Demokratike, që kandidatët që do të garojnë duhet të kenë vullnet 1, leadership 2, 3, të jetë kandidim i natyrshëm edhe jo i porositur nga partia kundërshtar.